se opozita, partitë opozitare do duhet që të dalin me një kandidat jo politik në zgjedhjet lokale për Bashkinë e Tiranës. A e mbështesni ju këtë propozim të tij për të bërë gjithë partitë opozitare në një koalicion të vetëm, por me një kandidat i cili të mos ketë profil politik? Që për dalë partitë opozitare me një kandidat, këtë e mbështes plotësisht. Por që të pretendohet të zgjidhet kryetari i Bashkisë Kryeqytetit një njeri jo politik, këtë nuk kam dëgjuar ndonjëherë. Një gjë të tillë nuk kam dëgjuar. Sepse ai të paktën do të ketë një program në të cilin shmonton të gjithë batërdin që bazuar në politikën e narkoshtetit u bën në Tiranë. Nuk di se ç'nën kuptohet me kandidat apolitik. Nuk e kam shumë qartë, po për një kandidat nga të përbashkët plotësisht e drejtë është si sugjerim. Së fundmi në mediat amerikane është botuar një lajm ku thuhet se është rihapur çështja për ish agentin e lartë të FBI-s Charles Megonigal.